Në ditën e dytë të testimit ekstern të maturës shtetërore, 127 maturantë të shkollës së mesme komunale Drita ju nënshtruan provimeve në gjuhët e huaja dhe në lëndën e matematikës. Drejtori i gjimnazit Festim Ahmeti bëri të ditur se testimi është zhvilluar sipas rekomandimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në hapësira më të mëdha për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Sot është dita 2 e testimit ekstern të maturës shtetërore. Gjithsesi sot realizohet provimi në lëndët e huaja dhe në lëndën e matematikës. Gjithsej janë të paraqitur 127 maturantë. Po këtë vit është viti i dytë që testimi ekstern zhvillohet në për hapësira më të mëdha, gjithsesi në për korridoret të shkollës dhe në palestra sporti. Ai shtoi se bazuar në përvojat e viteve të kaluara, rezultatet e maturës shtetërore pritet të publikohen në fillim të muajit korrik. Zakonisht rezultatet e maturës shtetërore i publikohen rreth 1-2 maksimum deri më 3 korrik në bazë të publikimeve të viteve të më përparshme.